Kombëtarja jonë e futbollit e ka mbyllur vitin me një rezultat pozitiv në miqësoren kundër Kamerunit, ku qezint kanë barazuar në Gjenevë me rezultatin e bardhë 0-0 kundër kombëtares së luanëve afrikan. Skuadra e tekniku Debiazi nuk ka arritur dot fitore në fushë edhe pse rastet për të triumfuar nuk kanë munguar për kuqezint, të cilët po fitojnë gjithnjë më shumë elemente të vlefshme për të ardhmen. Lilej dhe Arapi bën një ndeshje për të vendosur në kornizë. Dy lojtarët e Skënderbeut, ku i pari luan vetëm 45 minutat, dhurojnë një provë më së pozitive që padyshim do të merret në konsiderat nga tekniku italian në të ardhmen. Ndërsa në fund Vajushi dhe Balla me numrat e tyre tregojnë se mund të jenë një vlerë e shtuar në këtë përfaqësuese. Në fakt, Debiazi nuk rezervon surprizat në formacion, duke i besuar atyre emrave që kishte paralajmëruar që 24 orë më parë, me Arapin dhe Lilajn, dy risit e formacionit, e dyshen Sadiku e Cani përpara, ndërsa në krahun tjetër të Kamerunasit nuk mungon ylli i tyre Samuel Eto'o, i cili nuk ishte në ditën e tij më të mirë. Kjo ndoshta si rrjedhoje një kujdesi të veçantë që treguan mbrojtësit e kombëtares tonë, duke mos i lejuar shumë hapësira. Takimi nis me Kamerunin më kërkues, ndërsa kuqezint tanë tregohen më të kujdesshëm në repartin e mbrojtjes, duke tentuar të befasojnë kundërshtarin me veprimin kundër sulmuese. Luanët afrikan përpiqen të realizojnë në minutën e 20 me Samuel Eto'o, por goditja e tij shkon ngjitur në portën e Berishës. Ndeshja përgjithsisht ka pak raste në pjesën e parë, ndërsa kuqezin nuk shfrytëzojnë siç duhet kundër sulmet. 45 minutat e para përfundojnë me rrjeta të paprekura, ndërsa pjesa e dytë fillon me kuqezint më të çliruar, që vënë në vështirësi afrikanët në 10 minutat e para. Goditja e Bulkut dhe të Canit nuk përfundojnë në rrjet, ndërsa portieri i Kamerunit bën mrekulli në dy raste radhazi. Në krahun tjetër, kundër përgjigjet e Eto'o, që në minutën e 60 ka një shans të ardhë, por nuk arrin të dërgojë topin në rrjetën e portierit Berisha. 8 minuta më vonë Kameruni godet edhe transversën e portës së Berishës. Debiazi ka filluar ndërkohë të përziejë emrat në fushë. Në minutën e 74, Cani ka një shans të ardhë pas arkimit të Bakajt, por devijimi i tij me kokë nuk shkon në rrjet. Në minutën e 81 provon dhe Balla, që përpaksa nuk shënon në debutimin e tij në kombëtare, ndërsa në të 83-ën mundësia paraqitet me këmbën e një tjetër shkodrani si Vajushi, por që nga 2 metra nuk arrin të gjejë dot kuadratin e portës. Këtu do të shuhet dhe shpresa e fundit për një fitore pasi vërshëllimi e fundit do të sinjalizojë një barazim pa gola përballë Kamerunit të Eto'os. Kombëtarja jonë edhe pse nuk fiton ndeshjen, tashmë ka fituar disa lojtarë të rëndësishëm për të ardhmen.